Myftinia Shkodër ka përuruar këtë të premte xhaminë e re në lagjen Tophan, një objekt kulti i ndërtuar falëmbështetjes së organizatës Qatar Charity. Ceremonia e inaugurimit u zhvillua në prani të përfaqësuesve të Myftinisë Shkodër, besimtarëve dhe të ftuarve, ndërsa momenti simbolik i prerjes së shëritit shënoi përfundimin e projektit dhe hapjen e xhamisë për komunitetin. Xhamia e parë e Tophanës është ndërtuar këtu e sheku i madh përpara në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tophanës hapet sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu Azza wa Jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stinë të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar, me besime moral, me taban e lartpamësi për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besimdrejtëve, që përtej kohës që kalon mbeten besnik të dritës së udhëzimit dhe dashurisë për Allahun një e për Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam e fenë e mbar pejgamberanëve. E gëzofshim xhaminë e re të Tophanës dhe djemtë ton, e fëmijët tanë, e banorët e kësaj lagje, e marrë qytetarët e Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. E gëzofshi këtë xhami kaq të mirë dhe të bukur. Uroj dhe shpresoj nën direktivat e myftinisë, të imamit përkatës, imamëve përkatës, fëmijët tuaj t'i sjellni këtu, të mësojnë fenë, të mësojnë besimin, ashtu si duhet, sipas kontrollit më të mirë, më të shëndetshëm të KMSH-s dhe gjitha myftinive në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë ju falenderoj shumë, kam besimin tek ju, tek myftinia, tek hoxhallarët, tek të gjithë ju, tek besimtarët. Dhe një gjë do të shtoj. Nëse këta vëllezër ne ndërtojnë xhamin sot, Zoti është përbleft nga i vendi begat i Katarit, edhe vendet e tjera siç janë Kuvajti, Arabia Saudite, të tjerë që kanë ndërtuar nëpër Shqipëri, edhe ne besimtarët musliman të Shqipërisë, duhet të angazhohemi aq sa kemi mundësi me mishe me shpirt që t'i ndërtojmë të xhamia, sepse secili punon diku në punën e vet. Edhe hoxhallarët tanë kanë punën e tyre për t'ju orientuar fëmijët tuaj dhe juve personalisht në rrugën e mbar, në rrugën e drejtë, po si dolën për Zot neve këtyre xhamive për t'i mbajtur gjithmonë, se kështu është vepruar që me xhaminë e parë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kur u fal toka e parë. Edhe ne, jo vetëm presim nga të tjerët, edhe ne si besimtarë Zotit do të na pyes në botën e përteme. Ka që bëjmë, kemi filluar të bëjmë, dhe duhet fillojmë të bëjmë dhe të vazhdojmë të bëjmë xhamia dhe të ecim drejt asaj rrugë të mirë, humanizmit dhe gjithçka tjetër. Xhamia e re do të shërbejë banorëve të lagjes Tophan dhe besimtarëve të zonës për kryen e riteve fetare dhe aktivitetet e komunitetit. Për Myftininë Shkodër, përurimi i kësaj xhamie përbën një tjetër investim në shërbim të komunitetit musliman të qytetit.